Më thuj drejtën, a ke frikë nga vdekja? Një nën çoi 2 fëmijët e saj në park, teksa po luanin, një blet erdhi dhe pickoi djalin e vogël. Ai filloi të çante, nëna po përpiqej ta qetësonte, por pas pak bleta nisi të vërtiti rreth motrës madhe. Vajza u trem njëherë si për të thënë tani më erdhi radhë mua. Atëherë nëna i tha zemër, mos ki frikë. Shiko pa krahun e vllajt tënd. Ajo pa ku ishte pickuar, krahu ishte enjtur dhe thumbi i bletës kishte mbetur aty. Pastaj nëna i tha, bleta mund të vijë rrotull te gjithë ditën, por nuk mund të pickoj më. Ajo pickon vetëm një herë dhe thumbin e ka lënë tashmë të vllajut. Kjo është pikërisht ajo që bëri Jezusi për ne. Ai i hoqi thumbin e vdekjes. Vdekja ende vjen rrotull, të tremt, kujton se je i dobët, kujton se një ditë do të përballesh me të. Por për atë që është në Krishtin, vdekja nuk ka më thumb. Sepse gjembin e saj e mori vllai ynë i madh, Jezu Krishti hyri në vdekje, mori atë që të shkatronte ty dhe pastaj u ngrit prej së vdekurish me lavdi. Prandaj Bibla thot: "O vdekje, ku është gjembi yt? O ferr, ku është fitoria jote?" Pyetja nuk është vetëm a ke frikë nga vdekja, pyetja është a njeh ti atë që ja ka hequr gjembin vdekjes. Më shkruaj më poshtë, Zoti Bekov.